Mira, kraki një pyetje për juve. A është kjo formë që e keni nxjerrë sot si surprizë për opinionin publik, një mënyrë latente për të bërë presion në raport me deputetët e opozitës që të bëjnë me juve? Shikoni, qëllimi, tari kujtojmë edhe njerë, qëllimi... Jo ata pjesën tjetër, po ideja është mënyra, surpriza e pakëndshme për opozitës. Qëllimi ynë është që të zhbllokohet procesi dhe të kemi kuvend. Kjo është synimi dhe duke mendu kështu, duke vepru kështu, ne jemi në linjë me frymën e tekstit Kushtetutës Kosovës që është rikujtu edhe nga letra presidentes, duke citu gjykime dhe duke vepru kështu, ne dëshmojmë që edhe jemi në linjë me frymën e Kushtetutës, por edhe po synojmë konkretisht që të zhbllokohet, do të ndrum... Ka një zgjidhje për këtë? Ndrum qasjen dhe tha, okej, ti lejon deputet... Qasja është edhe më problematike. Shikoni, sepse i natët personale... Problemin e kanë pjesa tjetër të thonë, ne konsiderojmë që deputet të partive opozitare, duke parë si funksionojnë liderët e tyre për shembull disa raste, unë konsideroj që është një farë pengmarrje aty. Pengmarrje e lirisë së vullnetit nga liderët dhe... Ja, kjo është pjesë e propagandës për me dëtu argumentin për të fshet. Këna pa e ke për ndonjë parti tjetër. Më shumë këtë rast mund të themi këtë për LDK-n, por unë dua që çdo deputet kuvend tjetë i lirë pika 126. Aty ku e lexuat 125, 126. Po? Jak gjykimit. Unë pas në vetëm 124, 125. Ku i ritheksohet rëndësia